më shumë se 40 vite pritje. Sot fillojmë ndërtimin e rrugës, sot fillojmë dhe përfundojmë ndërtimin e rrugës Pallatis Tetov. Kjo nuk është vetëm një rrugë, është kthimi i dinjitetit qytetarëve që kanë pritur me dekada. Është përmbushja e një premtimi të dhënë dhe një borxhi institucional që po e shlyejmë me punë konkrete. Ky projekt përfshin 1500 metër gjatësi të rrugës, 5 metra gjerësi asfalt dhe deri në 6 metra së bashku me bankinat. 500 metër mur mbrojtës, si dhe një urë e gjatë prej 11 metrësh, e cila rrugë në total ka vlerën e 27 milion denar, nga cilat 20 milion denar i siguroi qeveria e Republikës Maqedonisë Veriut, ndërsa 7 milion denar janë kofinansim nga buxheti i komunës Zhelinës. Sot, me ne është edhe kryeministri i vendit, një dëshmi e qartë se bashk në nivel lokal dhe qendror jemi të vendosur ta çojmë përpara zhvillimin jo me fjalë, por me vepra. Po punojmë në çdo cep të komunës sonë, po japim fund haresës, izolimit dhe padrejtësisë. Në Pallatic dhe në çdo vendbanim të komunës Zhelinës, sot punohet si asnjëherë më parë.